Dhe natyrisht unë e kuptoj, sepse kur humbë duhet me gjetë lloj-lloj arsyetimi. Më duket Dardani e tha më herët nëse se ngatroj. Drejtuesit e LDK-s dhe PDK-s do të kenë të lashe logjike të ruajnë këtë pozicion përmes kuazirujtjes së votës. Mu po më rezulton që LDK-ja s'pas ka njëjtën e numër të votave, krahasi me shkurtin e vitit kaluar. Megjithatë, humbja është e pastër dhe duhet paranohet. Fitoria e vetëvendosjes nuk është aq sa është projektuar, po është aq sa i mundson qeverisë tutje. Kjo në demokracitë plurale është e mjaftueshme. Është e vërtetë që është gjuhë e humbësit se nuk e kontestoj kërkush, ata kanë humbë si parti, nuk janë parti e dytë për këtë arsye. Alibi çdo herë çdo kush mundet me gjetë, munohet me gjetë. Po edhe si e justifikon rrëmjen e lëvizjes vetëvendosje kur lëvizja vetëvendosje këto zgjedhje na ka çuar për me rrit rezultate.